Shqipëria do të prezantojë nga 21 deri në 25 janar në panairin ndërkombëtar të turizmit Fitur në Madrid, një nga ngjarjet më të rëndësishme globale në industrinë e turizmit, ku marrin pjesë mijëra profesionistë, operatorë turistik dhe vizitorë nga e gjithë bota. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha ndau në rrjetet sociale videon promovuese të përgatitur posaçërisht për këtë panair, duke prezantuar imazhin dhe konceptin me të cilin Shqipëria do të paraqitet këtë vit në Madrid. Me një stend të bukur dhe me përfaqësues në moton Albania All Senses, Shqipëria rikthehet në Madrid për të prezantuar emocionet, shijet dhe traditat tona unike, theksoi ministri Gonxha duke vënë dukje rëndësinë e prezantimit të vendit tonë si një destinacion turistik gjithëpërfshirës. Ministri Gonxha u shpreh se pjesëmarrja në panairin ndërkombëtar të turizmit Fituri ka tashmë një traditë për Shqipërinë, e cila synon të forcojë më tej pozicionin e saj në tregjet ndërkombëtare të turizmit. Në Fitur ne tregojmë diversitetin e jashtëzakonshëm turistik që ofron vendi ynë dhe fitojmë vizitorët nga Spanja dhe nga e gjithë bota të zbulojnë magjinë e Shqipërisë, u shpreh ai. Në slogan në Albania All Senses, Shqipëria synon të tërheqë vizitor përmes një qasje të re promovuese, e cila vën në qendër përvojën e plot turistike duke kombinuar natyrën, kulturën, historinë, gastronominë dhe mikpritjen tradicionale shqiptare. Në fokus do të jetë praktikat pozitive dhe të qëndrueshme në turizm, promovimi i destinacioneve natyrore, mbështetja e prodhuesve lokal, traditat e lashta, produktet artizanale dhe mikpritja shpirtërore që karakterizon vendin tonë. Stenda e Shqipërisë në panair në Madrid vitin e kaluar tërhoqi mijëra vizitorë të cilët shfaqën interesin e lartë për të njohur më nga afër me destinacionet shqiptare dhe për të vizituar vendin tonë. Kjo pjesëmarrje pritet të forcojë më tej imazhin e Shqipërisë në një destinacion turistik në rritje, autentik, më i pasur dhe me përvoja unike.